që po të diskutohet për shembull një e ka produksioni po ja bën me ile filanit. 25 milion euro para në telefon në mesazhe. Në amizi. 25 milion, 20, 18, 30, 10, 4, 2, nuk e di sa. Me miliona euro, e kupton? Se nuk i qon një mesazh qeverisa, ministrita, edhe vetë Zeqinesa, Zeqine, vërretore në zëmër të lutem, se je personi që përfaqëson inteligjencën artificiale në botë të Shqipërisë, të lutem, mendo çik më shumë se kolegët e tu, të lutem. Tani, unë kam një pyetje. Tani, e kam, se mos ma merr përkeq Zeqinea e mërzitet, e kupton edhe. Pse ta marrë përkeq, mund çoj ajo. Jo, është përfaqësuesja e shtetit shqiptar. Po shkon ajo për përfaqësues, po vetë unë. As ti, as kjo, Blerta Kraj që e ka kokën kaq. Edhe është në Shkodranë mbi tjera. Tani, unë shqiptar që rrin gjithë ditën e Perëndis me syt nga ekrani dhe që nuk i kam parë një herë vetë me ta nxjerrin qimen a qulli, e kupton? Dhe ti thua politika. Pse politika, valla? Pa shko bëj një bojkot asaj, dhe thua shko, unë zvijet fare të kjo aktivitet, u dolën gjithë atje të aktivitet. Nuk vita aktiviteti, pos më tregove si do zgjidhësh këtë, valla. Nuk të vi. Po te që nga punë. Prit një sekond, jo, prit. Se nërë du të ashojnë pak më thella në analizën e në kërras. Mos e tirni këtë gjë tani. Kjo kam nevojë ta tjerë pak që të marrin vesh se ku jemi. Jo, po ta marrin pak vesh se kjo është dëshpërim, janë në shpirti shterp edhe mendja shterp e shumicës së popullsisë që po ushqehet me këtë gjë që po i ofrohet nga terreni, po themi përgjithësisht. Mos harrojmë një gjë. Të paktën, sado fallë sot aty i përgjigjet një SMS. E dëgjon dikush. Nga ana tjetër që ka dëgjuar kush asnjëherë ka njerëz. Po pra, është vrarë besimi këtë lloj. Belioza, ndoj pyetjet e fundit që të shkruajmë pastaj edhe ke mesazhi. Këta njerëz, këta vrasës, çfarë gjaku kanë këta? Gjak gjarpëri kanë këta? Çfarë? A kanë gjaka? Po për zotin, si reagojnë këta? Si reagojnë këta, domethënë, çfarë qenish janë këto? Janë pa qarkullim. Si jetojnë këta, domethënë? Si e kalojnë këtë drama ato? Do më thënë, jetojnë normal apo jetojnë me mangthe? Se largo zotët ndodhi në i gjë, se mund tjetë edhe fatkeqësi, Po ta shikojnë aspektin njerëzor, edhe nga profesionin nga unë vi si terapiste, si ofruese e shërbimeve të tilla, zakonisht njeriu nuk degradon edhe vetvetiu, qoftë edhe në atë sjelljen e pa dëshiruar edhe stigmatizuese nga çdo njëri prej nesh, kot, pa lidhje. Ka kaluar dhe ai kalvaret e veta, nuk i kemi veshur këpucët. Si përjeton këto drama, kur ka ndodhur drama? Përjetimin kur ti e degraduar, nuk e marr as ndërhyrje, as besim, as mbështetje, se te neve në shoqërinë tonë në tërësi është vrarë besimi. Duhet një forcë e jashtëzakonshme që ti të vazhdosh shikosh me optimizëm. Këtyre individëve nuk i bën përshtypje. Këtyre individëve pastaj patjetër kanë refleksionet e veta, sepse un kam punuar në jetën time edhe me viktima. Jam marrë gjatë me drejtsinë restauruese, ku ti duhet përballesh viktimën me agresorin. Është një nga proceset më të vështira. Po përpiqen ta fusim edhe neve që është një mentalitet që do shumë kohë. Kështu që unë nuk e përjashtoj ndjenjë njerëzore nëse ti arrin ta shkriftosh atë gjën që ka ngrirë, por që si përfundim asnjërit as nuk i falet, as nuk i lejohet që të harrojë të jetë njeri. Ky është thelbi i gjës. Por në një infrastrukturë të dëmtuar, në një besim të shkatëruar dhe të dëmtuar realisht shumë, sepse unë e shikoj vetë, unë kam akses, një ajë shumë njerë. A është bën njëria i, a funksionon më si njëria i, apo nuk funksionon fare? Apo bën një jetë... Pandim nuk funksionon më. Nuk funksionon. Nuk funksionon dhe izolimi në sistemet e burgjeve të siguroheni edhe njëherë, kush izolohet nuk rehabilitohet, bëhet më keq dhe rrit normën e mlefit. Dhe njeriu për aq kohë sa sillet keq në një gjendje akoma dhe më të keqe, nxjerr në pa më të keqen e vet. Dakord? Që të bim rahat dhe mos bëjmë ato prallat që do shtojnë burgjet edhe do hikin kalamojt se s'kemi treg pune. Ta mbyllim këtë muhabetin, se është turp.